Ekonomia po thuj se është e përqëndruar komplet në kryeqytetin tonë. Natyrisht do t'jetë një ballafaqim shumë i fortë për komunën e Prishtinës. Por kur e bëjmë një analizë, unë mendoj që kryesisht ka po shkon tendenca është që të mbahen zgjedhjet lokale edhe ato qendrore për arsye se bashkë. Kjo kuj na ka me shku? Jo. Kuj na ka me shku për shtati, tash vetëm po e analizojmë pak. Ka me shku, mendoj që vetëm vetë vendosis, dhe asë kuj tjetër. Gjithë të tjerë kanë me dalë të dëmtum. Edhe qatë frymë, faktikisht qaty po e rejh edhe telin, kisha me thonë, hekurin, Zoti Kurti që me e bo. Na do të me thonë të vërtetën, Zoti Kurti, si në zgjedhjet e kalume, po dhe në kësaj here me 42% që nuk janë pak, po shihet që është lideri mas presidentit Rugova, maj adhurumi, kisha me thonë, edhe maj njerëzit që kanë votu mas shumë ditar. Me legitimitetin më të madh. Po e ka legitimitetin më të madh. Kështu që njerëzit e dojnë. Kur shkojnë me votu, po e marrin vetëm pakës në mënyrë fotografike, njerëzit që shkojnë me votu, ata të cilët po votojnë, domethënë në nivelin qendror, gjithmonë po orientohen në bazë të Zotit Kurti. Kështu që kur do të vjen në zgjedhjet lokale, gjithë ata të cilët nuk janë të vendosur, kanë me votu, domethënë kandidatin e vetë vendosjes. Spakti unë e shoh kështu. Dhe gjitha partitë